Shqipëria ka akoma për të bërë shumë mapa. Po, jeni dakord që të avancoj apo jo? Më falni? Jeni dakord që të avancoj apo t'i plotësoj pastaj më pas, pra të bëjë një blokad, siç po flitet? Unë besoj që Shqipëria duhet të avancoj. Duhet të avancoj dhe duhet të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, po kjo nuk varet vetëm as nga dëshira e Shqipërisë, as nga dëshira e Greqisë, po ka një seri faktorësh që do vendosin, si do jetë situata politike atëherë që do vendoset dhe sa do këtë avancuar Shqipëria në reforma. Dhe është një bizet më e madhe sa dëshira e. Po, kam disa pyetje të tjera. Duke sikur flisni shumë për Shqipërinë, edhe në Parlamentin Evropian, pjesa më e madhe janë kritika. Ju, si një shtetas që keni lindur në Shqipëri, keni thënë dhe vetë, mos ndoshta duhet bëni edhe ndonjë qasje ndryshe, pozitive për Shqipërinë. Keni ngritur në një fjalim që keni mbajtur në Tiranë vitin e kaluar, pak muaj më parë, që duhet ketë një universitet grek, keni thënë. Cënojnë liritë fetare. Tani, nuk besoj që Shqipëria ka probleme me liritë fetare, por çfarë e keni fjalën më konkretisht? Do të them që ka një deklaratë përbashkë nga gjitha komunitetet fetare, që jo vetëm nuk është kthyer pasuria, po as kultet fetare nuk janë kthyer as xhamit, as kishat, as manastirit. Pra e kisha fjalën pikërisht për këtë. Sa i përket universitetit në gjuhën greke, po, deklarata nuk ishte kjo, ishte gabim rrugësisht. Deklarata është që duhet pjesëtarët e minoritetit grek në Shqipëri të kenë shkollim në gjuhën anëtare në të gjitha nivelet. E detyrueshme që është deri gjimnazi, universiteti nuk është e detyrueshme. Po megjithatë, ka universitet në Shqipëri privat që bën edhe mësimin në greqisht, është Universiteti Logo i kishë autokefalet të Shqipërisë. Po, e njëjta gjë, duhet bëhet në Greqi, meqense ju keni influencë atje. Duhet bëhet e njëjta gjë në Greqi, pra të ketë shkolla për gjuhën për shqiptarët atje, në gjuhën shqipe, si kam dëgjuar ta keni thënë ndonjëherë. Zoti Hitaj, duhet të dini që në çdo qytet të Greqisë ka kurse dhe shkolla private shqipe, që shqiptarët të mësojnë shqipen. Duhet të dini që private. E ka për publike, jo për private, më shumë. Jo, po edhe me marrë shkolla që kemi private. Edhe duhet të dini që emigrantët në Shqipëri nuk ka të minoritet. Si, janë ndjes një sekund? Goxha e vetëm një sekund, zoti Beleri. Në komunat minoritare, shkolla e 8-vjeçare dhe shkolla e mesme është greqisht. Është publike, është greqisht. Imnara nuk është minoritet. Është shumë e thjeshtë. Zoti Goxha i të përgjigjen. Po. Statusi zonave minoritare ishte një status i sistemit të Enver Hoxhës. Sot, Këshilli i Evropës, Bashkimi Evropian nuk ka zonë. Statusi që ka sot, lërë Enver Hoxhën. Enver Hoxha ka vdekur, e kemi qarë edhe e kemi kënduar. Sot ka vetëm dy komuna minoritare në Shqipëria. Ja ta përfundoj se është në Skype. Mund të më lini të përgjigjem. Patjetër. Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian nuk flasin për zona minoritare. Zona minoritare, si që thash, ishin një formulim i sistemi diktatorial në njësitë administrative, që me shumicë ka pjesë të një minoriteti, duhet të ketë shkolla. Nuk mund të krahasojmë nga një emigrantës shqiptar që jetojnë në Greqi, me antarët e minoritetit grek në Shqipëri që jetojnë atje në vendin e tyre mijëra vjet. Shqiptarët janë emigrant ekonomik, kurse ne jemi në vendin tonë, kemi lindur atje me mijëra vjet. Pra nuk është e njëjti status. Megjithatë, unë jam pro hapjes së shkollave shqipe. Kam një pyetje të fundit. Po ja me radhë, është dhe Zekti dhe Loli gjithë. Një problem shumë serioz për emigrantët në Greqi, meqense e njoh shumë mirë se kam qenë dhe vetë me familjen kur kam qenë i vogël, është çështja e pensioneve. E kanë ngritur shumë herë pala shqiptare, pala greke heziton, dhe nuk është bërë asnjë gjë nga përfaqësuesit e komunitetit grek këtu që janë edhe kanë lindur dhe në Shqipëri, nuk kanë bërë asnjë gjë për të ngritur këtë problem shumë serioz. Do flisni ndonjëherë zoti Beleri, kam pyetje të drejtë për drejtë dhe për shqetësimet që kanë shqiptarët në Greqi, apo do flisni vetëm për çështje që lidhen me himarën, ndërkohë që ju jeni eurodeputeti i Greqisë dhe po ndërhyni dashur pa dashur në çështjet e një shteti tjetër? Zoti Hitaj, akoma i vogël jeni.
E para punës do të them që jam shtetar shqiptar dhe kam të drejtë të flas për çfarë. Citoj fjalët tuaja që thoni kam lindur në Shqipëri, po jam shtetas grek, po ju citoj juve sepse ju kam ndjekur disa fjalime, prandaj. Po jam shumë korrekt në. Dua të falenderoj që më ndihni. Dhe të them, eurodeputet shqiptar është shumë i rëndësishme. Me të dyja pasaportat, pa. Do të thënë me pasaport grek. Duhet të dini zoti Hitaj që ka edhe 2 eurodeputet të tjerë me origjinë shqiptare në Parlamentin Evropian. Dhe mirë ishte të dëgjoni dhe ata. Kokalari. Okej. Zonja Kokalari dhe zoti Anand Dibranaj. Nuk flasin shumë për Shqipërinë. Flasin vetëm pozitivisht. Nuk janë as kritikë sa ju. Flasin po dhe ata, edhe ata si janë kritikë sa ju, gjithsesi. Zoti Hitaj, Shqipëria nuk është qeveria Rama. Shqipëria janë njerëzit e ndershëm që janë për rrugët e Evropës, janë njerëzit të cilët punojnë dhe nderojnë Shqipërinë në gjithë botën. Pa diskutim. Ju në qofse Shqipërinë e keni mbledhur të Partia Socialiste dhe të zoti Rama, besoj që i bëni dëm. Po, ju pyeta për pensionet, nuk e di si ju pyeta për Ramën, dhe po ndërhyni në çështjet e një shteti sovran tjetër. Do të them për pensionet. Duhet të kërkoni nga zoti Rama që ta vë çështjen e pensioneve me gul. Se unë kam dhe interes personal, kam prindrit e mi që kanë punuar gjysmën e jetës atyre në Greqi, gjysmën në Shqipëri, unë vetë kam 20 ca vjetë punë në Greqi dhe në Shqipëri, pra jam interesuar direkt që çështja të zgjidhjet dhe çështja është një nga temat dhe tematikat në tavolinë për të zgjidhur. Akoma dhe me Italinë që është firmosur një marrëveshje, shtetas si shqiptar që kanë marrëdhënie me 2 shteteve Italisë dhe Shqipërisë janë shumë pak ata që kanë marrë pensionin. Dhe duhet të dini që çështja e pensioneve dhe siguracioneve në gjithë Evropën është një problem shumë i madh që kërkon zgjidhje dhe nuk mund të zgjidhet me një fjalë goje. Pra duhet të zgjidhet. Okej, Zikthi. Ose Loli, ndjes. Fal fitim. S'ka problem, ja. Zoti Beleri, pse në tryezën e diskutimeve midis Shqipërisë dhe Greqisë Pala Greke refuzon çështjen e gjenocidit grek ndaj shqiptarëve të Çamërisë, kur kjo është një çështje kardinale për ne si shqiptar. Dhe pyetja e dytë është me delimitimin e zonës ekskluzive ekonomike. A ka Greqia pastaj pretendime territoriale ndaj Shqipërisë? Zoti Agoli, dua të falenderoj pyetjen dhe të them 2 gjëra. Unë këtu sot jam eurodeputet i qeverisë Demokracisë së Re, po nuk përfaqësoj në asnjë aspekt shtetin grek. Pra, problemet sa i përket drejtimit të ujrave detar, duhet të dini që Greqia e ka zgjidhur këtë çështje me Italinë, e ka zgjidhur me Egjiptin, po zgjidhur me Libinë, është në bizetim me Turqinë, duhet ta zgjidhë edhe me Shqipërinë. Kjo nuk ka të bëjë fare me pretendime territoriale dhe nuk ka ndonjë zyrtar grek që të ketë bashkuar, të ketë folur për delitimin e ujrave dhe kapçirave ujrore me pretendime për territore. Pra është një absurditet. Duhet të dini për sa i përket çështjes Çame, që në vitin e luftën e dytë botërore kishte lëvizje masive popullsisë. Kishte gjerman që ikën nga Polonia, Çek që ikën Gjerman që ikën nga Çekia dhe kishte miliona njerëz që u shpërngulën. Lufta sjell pasoja dhe